A do të na falë Zoti neve? A e ke ndjerë ndonjëherë atë peshën e rëndë në kraharor? A të ndjenjën si kur ke shkuar shumë larg, si kur ke thyer çdo rregull dhe ke kaluar çdo kufi? Shumë njerëz sot jetojnë në një burg të padukshëm. Është burgu i gabimeve të tyre. Ata bëjnë mëkate, disa në fshetësi, disa haptazi, dhe pas çdo mëkati, një pikë e zezë vendoset në zemër. Me kalimin e kohës, ky errësirë përhapet, derisa njeriu fillon të besojë një gënjeshtër të madhe, një gënjeshtër që ja përshpëriti djalli në vesh. Ti nuk vlen më, ti je i fëlliqur, për ty nuk kam më kthim. Dhe kur dikush me dashuri afron dhe i thot, hajde vëlla, hajde në xhami, eja të falemi, eja të kthehemi tek Zoti. Tek ata zgjohet një ndjenje të mërshme turpi dhe ndrojtjeje. Ata ulin kokën dhe thonë me vete, si të shkoj unë në shtëpinë e Allahut me gjithë këto gjunahe, si të guxoj t'i dal përpara kur unë sapo bëra një gabim, Zoti nuk më fal mua. Dhe kështu të gënjur nga kjo frikë ata vazhdojnë të ecin e errësirë, largohen edhe më shumë, zhyten edhe më thellë, derisa një ditë vdekja troket, dhe kjo jetë mbyllet pa u pajtuar kurrë me krijuesin. O ti që ndihesh i thyer, ndalu për një çast dhe dëgjoj. Ti ke bërë një gabim të madh. Ti e ke krahasuar mëshirën e Zotit të gjithësisë me mëshirën e njerëzve. Nëse ti gabon ndaj një njeriu, ai të kthen shpinën. Nëse ti e thyen besimin e një shoku, ai të dëbon nga jeta e tij. Por Allahu nuk është si njerëzit. Ai është El Gafur, gjithfalsi, Er-Rahman, i mëshirshmi, Er-Rahim, mëshirbërësi. Njerëzit shpesh harrojnë se xhamia nuk është një vend vetëm për të pagabueshmit. Xhamia është një spital për shpirtrat e smur. Asnjë mjek nuk e dëbon të sëmurin nga spitali sepse ai është shumë i smur. Përkundrazi, sa më rënd të jetë, aq më shumë kujdeset për të. E si mendon ti për atë që të krijoi? Allahu e di se ti do të gabosh. Ti nuk je engjëll. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, e ka thënë qartë në hadith. Betohem në atë, në dorën e të cilit është shpirti im. Nëse ju nuk do të bëni të gjunahe, Allahu do t'ju zhdukte dhe do të sillte një popull tjetër që bën gjunahe, e pastaj kërkon falje tek Allahu dhe ai i fal ata. Nëse mendon se dyert janë mbyllur për ty, dëgjoj se çfarë të thotë vetë Zoti i gjithësisë në Kur'anin famlart. Kjo nuk është fjala e një njeriu. Kjo është thirrja e atij që të dha jetë. Thirrje e drejtuar pikërisht ty në këtë moment që po e sheh këtë video. Thuaj: O robrit e mi, të cilët i keni bërë dëm vetes suaj me gjunahe, mos e humni shpresën në mëshirën e Allahut. Vërtet, Allahu i fal të gjitha gjunahet. Ai, vërtet, është gjithfalsi, mëshirbërësi. Sure Zumer 53. Ndalo te këto fjalë. Ai nuk tha o besimtar të devotshëm. Ai tha: O robrit e mi, që i keni bërë dëm vetes. Ai të quan ende robin e tij, edhe pse ti ke gabuar. Ai nuk të ka mohuar, ai të pret. Mëshira e tij është aq e madhe, sa që çdo gjuna i joti përpara saj është si një pikë ujë në një oqean të pafund. Në një hadith kutsi, Allahu thot: O biri Ademit, nëse mëkatet e tua do të arrinin deri në lartësinë e qiellit, e pastaj ti do të më kërkoje falje mua, unë do të falja dhe nuk do t'ja vija veshin. Ndoshta ti thua, por unë kam bërë gjunahe të tmerrshme, kam vite që nuk jam falur. A e di se çfarë ndodh në qiej kur ti vendos të kthehesh? Ne mendojmë se Zoti është i zemëruar me ne dhe na pret me ndëshkim, por profeti alayhis salam na ka treguar një realitet që të bën të lotosh. Ai ka thënë se Allahu gëzohet për pendimin e robit të tij më shumë se sa një njeri që humb deven e tij në shkret të tir, me të gjitha ushqimet dhe ujërat që kishte, dhe kur humb çdo shpresë dhe shtrihet të presë vdekjen, zgjohet edhe e gjen deven e tij përpara kokës. Mendoje këtë. Zoti i gjithësisë, i cili nuk ka nevojë për ty, nuk ka nevojë për namazin tënd dhe as për ibadetin tënd, gëzohet kur ti kthehesh tek ai. Ai nuk po të pret me kamxhik, ai po të pret me mëshirë. Çdo hap që ti bën drejt tij, ai bën një hapësirë më të madhe drejt teje. Nëse ti shkon tek ai duke ecur, ai vjen te ti duke nxituar. Mos lejo që turpi i rrem të mbaj larg xhamis. Kur të hysh në xhami, mos shikoj njerëzit. Mos e vrit mendjen se çfarë thon apo si të shikojnë. Ti nuk e ardhur për ta. Ti ke ardhur për atë që të ka krijuar. Hapi duart, ule kokën në sejdë dhe lëri lotët të flasin. Në sejdë, ti je më afër tij se kur ndonjëherë. O njeri,
O robi Allahut, mos e mbyll këtë jetë në arratin nga krijuesi yt. Mos lejoj që kjo video të jetë thjesht një video që e pe dhe e kalove tutje. Nëse sot je gjallë, nëse ke frymarrje, do thot se kontrata jote me jetën nuk ka përfunduar. Kjo do thot se Allahu po të jep ende një shans. Ai nuk ta mori shpirtin kur ishe duke gabuar, sepse ai dëshiron që ti të pendohesh. Ai të la të jetosh që të kthehesh. Mos thuaj nesër. Nesër mund të jetë shumë vonë. Merr abdes që tani. Shko në xhami që në namazin e radhës, ose thjesht falu aty ku je. Dera e mëshirës së Allahut është e hapur natë e ditë. Ajo nuk mbyllet kurrë, derisa dielli të lind nga perëndimi, ose derisa shpirti të arrijë në fyt. Kthehu në shtëpi, kthehu te Zoti yt. Ai po të pret.